Si gjithmonë një Shein haul. Nuk janë shumë produkte, po janë disa produkte shumë të lezetshme që më zër, por për sot t'rregoj. Këtë e kam hapur se e provova një ditë, edhe ishte shumë e mirë. Kam marrë 2 të tilla. Siç e shikoni nga fotoja, është kjo gjëja tip mashe, por jo për t'i bërë kaçurela, po për t'i bërë atë si jo ta mamonde, po më shumë si val deti. E keni parasysh, shumë e bukur. Kam marrë edhe një motrës. Vendoset floku këtu. Edhe e bën. E provova vetëm pak. Edhe mi bëri këtë pjesën përpara. Po mbase do xhirojmë ndonjë video tjetër që ta provojmë tamam, edhe do duket floku shumë i lezetshëm, më pëlqen. Këtë ja kam marrë Albanit, është një krëhër për mjekrën. Vendoset në prizë, nxehet edhe thjesht krel mjekrën me këtë pjesën këtu. Albani ka përdorur disa herë edhe ka rezultat, domethënë. One more, kemi një one more aty? Qa kemi one more aty? Kjo thot që bën edhe për flok të gjatë, edhe për flok të shkurtër, edhe për mjekrën. Tash te flok unë nuk e kam përdorur, po jam marrë Albanit dhe ka të përdori ai për mjekrën e vet. Një masazhues fytyre. S'kam përdorur asnjëherë diçka të tillë, edhe isha shumë kurioze ta merrja ta provoja. Shumë i vockël. Do të them më mirë ishte kaq i madh, do ishte më komod besoj, si sa kaq i vogël. Nuk dua ta hap se do ma marri logan, po shikoni si është. Tu kam marrë edhe një tjetër. Nuk e di se çfarë ndryshimi kanë të dy njëri me tjetrin, edhe për të bërë masazh është, besoj. Është edhe çik për rrudhat këtu në fakt, për të bërë atë tërheqjen këtu. Që nga i qik më i madh edhe duket goxha komod në dorë për të bërë kështu, besoj, për të bërë të tërheqjen sipër. Duhet karikuar. U bë jeshil, u bë i kuq, u bë blu. Nuk e di se çfarë efekti t'i japin këto ngjyrat, po do ta lexojmë te manuali i përdorimit edhe do ta përdorim. Dhe gjëja e fundit që kam marrë këtu është kjo, për double chin-in, të bëj çik si lift këtu, që ta zhduki tani. Shpresojmë që do ta zhduki, po nuk jam e sigurt. Dhe i bie që kjo do vendoset disi kështu, po duhet të jetë diçka e tillë kështu. Nuk e di. Do ta shikojmë se si përdoret, edhe do ta përdorim, po me shumë mundësi do të tregoj nëpër vlogjet që do xhiroj, ku ka këtë për të vendosur fishën e karikimit, dhe kaq kisha te ky bashkëpunim. Kodet do t'i keni nëpër komente.